Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, gjatë vizitës së tij në Shkup është takuar edhe me kryetarin e Parlamentit Afrim Gashin, si dhe me kryeministrin Kristian Mickoskin. Nga kabineti i Gashit informua se takimi është zhvilluar në një frymë vëllazërore, ku është konfirmuar niveli i lartë i bashkëpunimit dypalësh. Në fokus bisedimeve ishte edhe bashkëpunimi ekonomik dhe infrastrukturor. Theksuam rëndësinë e thelimit bashkëpunimit ekonomik dhe infrastrukturor, veçanërisht realizimin e projekteve si Korridori 8, që përbën një element jetik të partneritetit dhe lidhjeve tona, deklaroi kryeparlamentari. Gashi dhe Begaj gjatë takimit kanë konstatuar rolin e pazëvendësueshëm të shqiptarëve si urë lidhëse mes dy shteteve, ndërsa në takimin Begaj-Mickoski është theksuar rëndësia e thelimit bashkëpunimit bilateral dhe procesit të integrimit evropian. Në takim u diskutua për forcimin e marrëdhënieve bilaterale, avancimin e bashkëpunimit rajonal dhe proceset e përbashkëta eurointegruese. Theksuam rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit dhe thellimit të partneritetit ndërmjet dy vendeve në interes të qytetarëve tanë, thuhet në njoftimin e kryeministrit Mickoski. Takimi vjen në kuadër të përpjekjeve për intensifikimin e bashkëpunimit rajonal dhe koordinimin e qëndrimeve në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Presidenti i Shqipërisë gjatë vizitës së tij disa ditore në Maqedoninë e Veriut është takuar edhe me kryetar komunash dhe me kryetar partish.